Sot jemi në Korçë për të përcjellë një tjetër ngjarje të gëzueshme të Kishës Ortodokse Autoqefalit të Shqipërisë. Fronizimin e mitropolitit të ri të Korçës, hirësisë së tij Anastasit. Këmbanat bien gëzueshëm. Besimtarët afrohen të takojnë mitropolitin e ri, hirësinë e tij Anastasin. Ai bekon besimtarët me kryqin e shenjtë. Çaste gëzimi të paharrueshme. Në fillim të shërbesës, Atë Grigori lexon shpalljen e Sinodit të Shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefalit të Shqipërisë për fronizimin e mitropolitit të ri. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, Sinodi i Shenjtë. Hiri dhe paqja nga Perëndia, Zoti i plot fuqishëm, qoftë me ju. Zoti Jesu Krisht, për dashurinë e tij të pakufishme ndaj njerëzimit, u bë njeri për shpëtimin tonë dhe themeloi Kishën e Shenjtë me qëllim që të përcittet tek çdo besimtar shpëtimin nëpërmjet mësimdhënies, shenjtërimit dhe udhëheqjes së tyre nga apostujt e shenjtë dhe nga pasardhësit e tyre barinjtë e Kishës. Ai caktoi ata si vazhdues të veprës së tij shpëtimtare duke thënë: ashtu si më dërgoi Ati, edhe unë ju dërgoj ju. Ai që ju dëgjon ju, më dëgjon mua, dhe ai që ju përbuz ju, më përbuz mua. Ai që ju pranon ju, më pranon mua, dhe ai që më pranon mua, pranon atë që më dërgoi. Ashtu si Kisha është e përjetshme, edhe vepra e apostujve është e përjetshme, e ruajtur nëpërmjet dhuratave të Shpirtit të Shenjtë në misterin e prithërisë. Shën Ignatu i Mbajtësi dëshmon, sepse nuk mund të kuptohet Kisha pa ta. Pa këta nuk quhet kishë. As besimtari nuk shpëtohet jashtë Kishës dhe as nuk përfiton pa ekonomët e mistereve hyjnore, barinjtë dhe mësuesit. Në krye të tyre qëndron Peshkopi, i cili mban detyrën më të lartë. Rrjedhimisht bëhet e qartë rëndësia supreme e detyrës episkopale në Kishën Ortodokse dhe domosdoshmëria e saj. Sinodi i Shenjtë, hierarkisë së Kishës Ortodokse Autoqefalit të Shqipërisë, në përputhje me statutin e Kishës dhe në drejtimin e forlumturisë së tij, kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Zotit Joan, më 16 shtator 2025, në selinë e Sinodit të Shenjtë, me votim kanonik unanim, zgjodhi dhe emëroi si mitropolit të Korçës hirësinë e tij, episkopin e deritanishëm të Krujës, Zotin Anastas Mamaj, një hierark i përkushtuar, punëtor i dalluar i Ungjillit dhe me përvojë të mjaftueshme për të udhëhequr shërbesën e lartë të baritorisë. Kështu hirësia e tij, mitropoliti i Korçës, Zoti Anastas, shpallet me hirin e Shpirtit të Shenjtë, bari i vërtet, kanonik dhe i ligjshëm i mitropolisë së Shenjtë të Korçës, me të drejtën të bekojë, të shenjtërojë dhe të kryejë të gjitha detyrat e tij episkopale. Duke ju bërë këto të ditura, Sinodi i Shenjtë i hierarkisë së Kishës Ortodokse Autoqefalit të Shqipërisë ju këshillon dhe ju urdhëron të pranoni hirësinë e tij, mitropolitin e Korçës, Zotin Anastas, si bariun tuaj kanonik dhe të ligjshëm, t'i bindeni dhe t'i nënshtrojeni atij me gatishmëri sipas urdhërimit të shkrimit të shenjtë. Binduni udhëheqësve tuaj dhe nënshtrojeni atyre, sepse ata vigjilojnë për shpirtrat tuaj sikur duhet të japin llogari. Përmendni emrin e tij në të gjitha ceremonitë e shenjta dhe lutjet sipas rendit kishtar, dhe tregoni ndaj tij si ndaj Atit tuaj shpirtëror çdo nderim. Hiri i kryebariut të lartë, shpëtimtari tonë Jesu Krisht dhe mëshira e tij e pafund qoftë me të gjithë ne. Sinodi i Shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefalit të Shqipërisë, por lumturia e tij kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Joani kryetar. Hirësia e tij mitropoliti Apollonis Nikola, hirësia e tij mitropoliti Elbasanit Andoni, hirësia e tij mitropoliti Amantias Nathanail, hirësia e tij mitropoliti Beratit Asti, hirësia e tij episkopi i Krujës Anastasi. Lutemi për Atin dhe kryepiskopin tonë Joanin, kryepriftërinë të shenjtë që përbëjnë sinodin e shenjtë të Kishës së Shqipërisë dhe për gjithë vllazërinë tonë më Krishtin. Lutemi për mitropolitin tonë Anastasin, të vendosur nga mbledhja e shenjtë të përmbledhjen mitropolisë së shenjtë të Korçës, Kuradecit, Kolojës dhe Bollit dhe Voskopojës,
dhe që ta kete për bariu tonë, Krishtin ndihmë e përkraje. Në këtë shërbes fronëzimi, mbajti fjalën e emër të klerit të gjithë mitropolisë, Atë Mihal Sanellari. Sot me bekimin dhe mëshirën e Trinisë së Shenjtë të Njëqënshme dhe të Pandarë, me vlerësimin dhe zgjedhjen e sinodit të hierarkisë të Kishës Ortodokse Autokefale të Shqipërisë, kemi nderin dhe gëzimin të jemi dëshmitarë të fronëzimit të bariu të ri të mitropolisë të Shenjtë dhe perëndishpëtuar të Korçës, Imzot Anastasit. Një ditë e shenjtë për mitropolinë tonë, sepse mëshira e Zotit na dhuroi një bari të ri shpirtëror, një drejtues dhe një atë, që me bekimin e Kishës dhe me veprimin e shpirtit të shenjtë ngjitet në fronin e mitropolitit, ditë të hiri, gëzimi dhe frymëzimi për Kishën, dioqezën, qytetin dhe të gjithë besimtarët. Shkrimi i shenjtë na kujton se bariu i mirë jep jetën për delet e tija. Kjo është thirrja dhe misioni juaj, të cilin merrni sot mbi supe, të jepni jetën tuaj për grigjen e Krishtit, jo si zotërues mbi trashëgiminë e Perëndisë, por si shembull për atë dhe si atë. Kujdesuni për veten dhe për grigjen, mbi të cilën fryma e shenjtë ju vendosi episkopë, që të baritoni kishën e Perëndisë, të cilën ai e fitoi me gjakun e tij. Kjo është thirrja dhe misioni që ju sot merrni përsipër. Shën Joan Gojarti na thotë, detyra e episkopit është më e rëndë se çdo pushtet toksor, sepse ai kujdeset jo për trupin, por për shpirtin e njeriut që ka vlerën më të madhe se e gjithë bota. Edhe vazhdon, shpirtrat e njerëzve janë thesaret më të mëdha dhe episkopi është kujdestari i tyre përpara Perëndisë. Kjo fjalë e etërve na kujton rëndësinë e detyrës tuaj. Me këtë frymë, ne e shohim fronëzimin tuaj jo si një privilegj, por si një kryq, si një thirrje shërbimi dhe përullësie, që kërkon dashuri, urtësi dhe guxim shpirtëror. Shën Cipriani Kartagjenës shkruan: episkopi është tek kisha dhe kisha është tek episkopi. Kush nuk është me episkopi nuk është me kishën. Kjo e vërtetë na jep sigurinë se prania juaj baritore do ta bëjë mitropolinë të qëndrojë e fortë dhe e bashkuar dhe e rrënjosur në besimin ortodoks. Me fronëzimin tuaj ne ndjejmë praninë e gjallë të kishës, e cila na bashkon të gjithëve rreth Krishtit. Ju vini mes nesh jo si një sundimtar, por si një shërbëtor i Ungjillit, si mësues i së vërtetës dhe si një atë shpirtëror, që do drejtojë popullin e Perëndisë drejt shpëtimit. Shën Ignati Antiokhis shkruan: pa episkopi nuk ka kishë, dhe në një tjetër vend tekson, kush ndjek episkopin, ndjek dhe nderon atin që ka dërguar. Sot, duke ju mirëpritur në fronin e mitropolitit, ne ndjejmë praninë e gjallë të kishës në mesin tonë, sepse episkopi është ikona e dukshme e Krishtit. Ju vini si bari, si atë, si mësues shpirtëror dhe si shpallës i dashurisë të Krishtit. Në emër të gjithë klerikëve dhe të popullit besimtar, ju shprehim urimet më të përzemërta dhe përshëndetjet më të ngrohta. Ju presim me dashuri dhe me besim dhe me shpresën se në udhëheqjen tuaj mitropolia jonë do të vazhdojë atë rrugë që kisha na mëson dhe që paraardhësi juaj, fortëlumëria e tij Imzot Joani ka ndërtuar, duke u treguar dhe ju një vazhdues i denjë i misionit tuaj episkopal, në besim, në unitet dhe në dashuri. Lutemi që shërbesa juaj të udhëhiqet gjithmonë nga drita e frymës të shenjtë me urtësi, dashuri dhe përkushtim ndaj të vërtetës të Ungjillit. Ju sigurojmë thirrësi se do të gjeni gjithmonë mbështetjen dhe bashkëpunimin e sinqertë nga kleri dhe populli i kësaj mitropolie. Do të jemi krah jush si bashkëpunëtorë në vreshtin e Zotit, që fjala e Ungjillit dhe dashuria e Krishtit të ndriçojnë. Në këtë ditë soleme, lutja jonë është që Perëndia t'ju japë urtësi, forcë dhe durim në çdo sfidë, që fronëzimi juaj të jetë bekim për qytetin, për vendin dhe për gjithë kishën. Urojmë Zotit t'ju japë shëndet, ditë të gjata dhe shërbes të frytshme. Lutja jonë sot është që Perëndia i gjithëmëshirshëm t'ju japë urtësinë e Shën Vasilit, dashurinë e Shën Nikolës, guximin e Shën Athanasit
durimin e Shën Joan Gojartit dhe ndriqimin e etërve, që të drejtoni me frymë atërore gringjën që sot ju besohet, dhe shërbesa juaj të jetë gjithmonë për lavdi të Perëndisë dhe për shpëtimin e shpirtrave. Me fjalët e psalmistit, shkopi yt dhe purteka jote ato më ngushëllojnë, do të doja irësi në emër të gjithë të popullit dhe klerit, t'ju japim këtë shkop baritor, për të drejtuar me dashuri dhe për të gjykuar me dëmshuri. Aksio, si dej! Kryepiskopi Joan mban fjalën e rastit për këtë ngjarje të madhe të kishës son. Të dashur vëllezër hierark, të nderuar autoritete lokale, deputet dhe miq të ftuar, të dashur besimtar të Dioqezës Korçës. Le të falenderojmë Perëndin për dhuratën e tij të patregueshme. Sot është një ditë e madhe gëzimi dhe bekimi për Mitropolinë e Korçës dhe për të gjithë kishën tonë. Jemi mbledhur në këtë kishë katedrale, dedikuar ngjalljes së Krishtit për të fronuzuar Mitropolitin e ri, hirësinë e tij Anastas, një bir të devotshëm të kishës son, që sjell në këtë detyrë të shenjtë një kombinim përvojash dhe përkushtimi shpirtëror. Para se të flas për Mitropolitin e ri, më lejoni të kujtoj me mirënjohje të thellë punën titanike që është bërë në këtë Mitropolit shenjtë nga kryepiskopi Ndjer Anastas. Kur erdhi këtu, si në të gjithë Shqipërinë, gjeti një situatë tepër të vështirë. Kishat ishin të shkatërruara ose të kthyera në magazina, besimtarët ishin të frikësuar dhe të shpërndarë, klerikët pothuajse mungonin plotësisht dhe vetë nocioni i jetës ortodokse ishte dobësuar. Po me hirin e Perëndisë dhe me mbështetjen e besimtarëve të devotshëm, ai filloi punën e madhe të rindërtimit, si për ngritjen e infrastrukturës fizike, ashtu dhe asaj shpirtërore, një vepër të jashtëzakonshme, të cilën kreu me sukses të plotë. Unë pata bekimin dhe privilegjin të vazhdoja veprën e tij për 27 vjet. Ndonë se ishte një punë plot sfida dhe pengesa, këtu gjeta një komunitet ortodoks të mrekullueshëm, të devotshëm dhe shprestar, të cilët më mbështetën dhe më gjendën pranë në çdo vështirësi. Vitet që kam kaluar këtu janë ndër më të bukurit në jetën time, dhe Korça, si edhe çdo qytet e fshat i kësaj mitropolie, çdo kishë, çdo enëri dhe çdo familje besimtare, janë dhe do të jenë përgjithmonë në zemrën time. Ju falenderoj dhe do ju kujtoj gjithmonë me mirënjohje. Hirësi, vëlla dhe beshmështar në Krishtin. Ti vjen në këtë mitropoli në moment të rëndësishëm. Themelet janë hedhur, strukturat janë ndërtuar, por puna për forcimin dhe thellimin e besimit duhet të vazhdoj me intensitet të ri. Dhe ti je personi i duar për këtë mision. Prandaj sot, me gëzim të madh, por dhe me emocion të thellë, unë po të dorëzoj ty këtë thesar të çmuar. Po ta dorëzoj jo si diçka që më përket mua, po si një amanet të shenjtë që kryepiskopi Anastas ma besoi dikur mua, e tani kalon tek ti për ta ruajtur, kultivuar dhe zhvilluar më tej. E di që po e lë në duar të sigurta dhe të afta, përvoja jote, formimi yt dhe mbi të gjitha përkushtimi yt i dëshmuar, më japin siguri të plotë se Korça do të lulëzojë në udhëheqjen tënde. Dhe këtu duhet të ndalem pak më gjatë tek shembulli yt personal, sepse është veçanërisht frymëzues për kohën tonë. Ti kishe një karrierë të shkëlqyer në botën e biznesit. Për 12 vjet ke punuar në banka prestigjioze, ke mbajtur poste drejtuese, ke pasur një të ardhme të sigurt dhe të ndritur në aspektin material. Shumë të ri sot do të ishin të kënaqur me gjysmën e asaj që ti kishe arritur. Por në vitin 2017, në kulmin e suksesit profesional, ti dëgjove thirrjen e Zotit, eja pas meje. Dhe ti, si Matheu të Agrambledhës, si Pietri dhe Andrea Peshkatar, lej gjithçka dhe ndoqe Krishtin. Kjo nuk është thjesht një histori personale, është një mesazh i fuqishëm për shoqërinë tonë materialiste
që mendon se lumturia gjendet në para dhe pushtet. Vendimi yt për të lënë karrierën bankare e për t'ju përkushtuar kishës është dëshmi e gjallë se Krishti vazhdon të thërras njerëz në shekullin e 21 dhe se ka ende njerëz të guxishëm që i përgjigjen kësaj thirrje. Ti je prova e gjallë se fjalët e Ungjillit janë të gjalla dhe vepruese, se nuk është një relikti së kaluarës, po forcë transmetuese për të tashmen dhe për të ardhmen. Rruga jote drejt këtij momenti ka qenë e gjatë. Linde në Vlorë në vitin 1979, që i ri tregove etje për dije, duke studiuar fillimisht në Athinë për gjuhën greke, pastaj studiove në Universitetin e Vlorës, duke marrë diplomë në administrim biznes, master, gjatë viteve 2001-2005. Këto studime të dhanë një formim të gjerë intelektual dhe kulturor. Aty yt shpirtëror Kozma Qirio, ky shërbëtor i përulur, për madhështor i kishës sonë, martiri i heshtur i viteve të komunizmit, të pagzoi në vitin 1992, duke hedhur në zemrën tënde të njom faren e dashurisë për Krishtin dhe kishën. Nga ai mësove se besimi i vërtet nuk qëndron në fjalë të mëdha, po në vepra të vogla dashurie. Mësove se kisha mbjetoi jo me politikë dhe diplomaci, po me lutje dhe sakrifica. Bashkëpunimi yt me të paharruarin mitropolit Ignat të Beratit ishte një tjetër shkollë formimi, ku mësove nga urtësia dhe përvoja e tij shpirtërore. Gjatë gjithë viteve në bankë, nga 2005 në 2017, ti nuk u shkëpute kurrë nga kisha, që nga viti 2006 ishe antar aktiv i Këshillit Kleriko-Laik, duke kontribuar me përvojën tënde profesionale në administrimin e kishës. Kur më në fund ju përkushtove plotësisht kishës në vitin 2017, përparimi yt ishte i shpejt por i natyrshëm. I paharruari kryepiskopi Anastas, duke parë përkushtimin tënd, të dorëzoi brenda 2 vitesh nga djakon në Prift dhe më pas në Arkimandrit. Kjo nuk ishte thjesht avancim hierarkik, po njohje e përkushtimit tënd të plot. Çdo dorëzim ishte jo vetëm një akt liturgjik, por një moment formimi, një transmetim përvoje dhe urtësie. Nga mësimi i Zotit tonë Jesu Krisht, nga jeta shpirtërore e kishës sonë në shekuj, si dhe nga paraardhësit tanë, mësojmë se një atë shpirtëror duhet ta udhëheqë grigjen e tij me dashuri dhe përkushtim. Mësojmë se bariu i vërtet nuk sundon mbi grigjen, po i shërben. Se dashuria baritore nuk është abstrakte, po konkrete. Është të vizitosh të smurin, të ushqesh të uriturin, të veshësh të zhveshurin, të ngushëllosh të pikëlluarin, të forcosh të doptin, të mësosh të paditurin e të udhëheqësh të humburin. Gjithashtu mësojmë se si të kombinohet urtësia me thjeshtësinë, autoriteti me përulësinë, vizioni me realizmin, dhe se si të ndërtojmë jo vetëm ndërtesa kishash, po dhe tempuj shpirtëror në zemrat e njerëzve. Se gjithmonë duhet të themi të vërtetën, por siç na mëson Shën Pavli, të themi të vërtetën në dashuri, jo në urrëtie. Të urrejmë mëkatin, po ta duam mëkatarin. Dhe mbi të gjitha, mësojmë ta duam Perëndin. Dhe dim se të gjitha u ndihmojnë për mirë atyre që duan Perëndin. Duke mbajtur këto mësime në mendje dhe zemrën tënde, e duke i zbatuar ato me përkushtim në jetën dhe punën tënde, do të shpëtosh edhe veten dhe ata që të dëgjojnë ty. Irsi, Korça është kryeqyteti kulturor i Shqipërisë, djepi i arsimit kombëtar dhe qendër e rezistencës shpirtërore, ku lindi rilindja kombëtare dhe u hap shkolla e parë shqipe. Por sot si në gjithë vendin tonë, dhe ajo përballet me sfida të mëdha. Emigrimi masiv i të rive, plakja e popullsisë, vështirësitë ekonomike, ndikimi i sekularizmit, humbja e vlerave tradicionale dhe dobësimi i familjes, e cila është shtylla për të pasur një shoqëri të shëndetshme dhe funksionale. Jam i bindur se do të gjesh përgjigje krijuese për këto sfida, do të dish të komunikosh me të rinjt në gjuhën e tyre, duke përdorur mjetet moderne, por pa komprometuar mesazhin e përjetshëm. Përvoja jote, si drejtor ekzekutiv i Logosit, antar i bordeve të klinikës Ungjillizimi dhe shkollës Frym Dashurie, si dhe detyra si protosingjell i kryepiskopatës, kanë dëshmuar aftësinë tënde për të udhëhequr institucione arsimore
dhe për të kuptuar edhe dimensionin social të ungjillit. Ndërsa studimet teologjike në Universitetin Logos të kanë dhënë thellësi në doktrinën dhe në jetën shpirtërore. Ti e thirrur të jesh jo vetëm administrator, i aftë, po mbi të gjitha atë shpirtëror, udhërrëfyes dhe ngushëllues. I e thirrur që të jesh një dritë që ndriçon errësirë, një zë që shpall të vërtetën, një dëshmi e gjallë se Krishti është i gjallë. Populli i Korçës pret shumë nga ty. Klerikët presin udhëheqje, të rit frymëzim, të moshuarit ngushëllim dhe të varfrit ndihmë. Në momentet e vështira, kujto thjeshtësinë dhe devotshmërinë e atë kozmait, përhyrësinë dhe durimin e Irsi Ignatit, diturinë dhe dashurinë e kryepiskopit Anastas në veprën e tij të pashoqe në ringritjen e kishës son nga gërmadhat. Por sidomos kujto fjalët e apostullit. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon, sepse pa Krishtin nuk mund të bëjmë dot asgjë. Nuk je vetëm. Pas te qëndron e gjithë kisha jonë, sinodi i shenjtë, klerikët e nderuar dhe qindra mi besimtarë që do të luten për ty. Ki ndërmend gjithmonë se të zhdhën hiri i Perëndis dhe Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, po frymë force, dashurie dhe urtësie. Së bashku do të vazhdojmë detyrën e shenjtë që na është besuar. Le të lulëzojë mitropolia në drejtimin tënd. Le të bëhet Korça qendër rrezatimi shpirtëror për gjithë vendin tonë, model për gjithë botën ortodokse. Ju uroj jetë gjatë dhe të frytshme në vreshtin e bekuar të Zotit dhe Perëndisë son Jesu Krisht. Axios. Kryepiskopi Joan, mbas fjalës së tij, i dhuron mitropolitit të Korçës shkopin baritor. Po të dorëzoj këtë pateric e bërë me dashuri nga pater Thonaj, një murg në malin e shenjtë, e ta kesh gjithmonë parasysh për të ruajtur padyshim doktrinën e besimit, po dhe përvojën shpirtërore të gjatë nga mali i shenjtë. Axios. Më pas, mitropoliti i Korçës, Hirësia e tij Anastas, ju drejtua të pranishmëve me këto fjalë. Si t'ja shpaguaj Zotit të gjitha të mirat që më ka dhënë. I bekuar qoftë Perëndia dhe Ati i Zotit ton Jesu Krisht. Ai na ka bekuar përmes Krishtit, duke na dhënë çdo bekim shpirtëror e qiellor. Fortlumturia juaj kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Zoti Joan, vëllezër të shenjtë kryepriftërinj, antar të sinodit të shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, vëllezër të dashur kryepriftërinj, priftërinj dhe diakon, të nderuar përfaqësues të komuniteteve fetare, pushtetit qendrore lokal, antar të parlamentit, ambasador dhe përfaqësues të institucioneve, të nderuar miq e të ftuar, vëllezër dhe motra në Krishtin. Sot ndodhem përpara Perëndisë dhe përpara jush me një ndjenjë të papërshkrueshme falënderimi dhe mirënjohje. Çdo fronozim nuk është kurrë një akt i thjesht njerëzor. Ai është ngjarje e kishës, një gur i ri i vendosur në tempullin e gjallë të trupit të Krishtit. Shën Joan Gojarti na ndërgjegjëson për peshën e madhe të shërbimit ton, kur kujton se mbi supet e episkopit rëndon bara e shpirtrave, përgjegjësi e shenjtë që e lidh ngushtësisht me kryqëzimin e dashurisë baritore. Ndërsa Shën Vasili i Madh pohon se peshkopi është goja e Krishtit kur mëson dhe dora e Krishtit kur shërben, duke i dhënë formë të dukshme fjalës dhe dashurisë hyjnore. Në dritën e këtyre mësimeve, peshkopi është thirrur të mbajë ndezur pishtarin e besimit, të mësoj të eturit për të vërtetën, të ngushëlloj të lënduarit dhe të udhëheq me frymë shërbese, duke u bërë shenjë gjallë e pranisë së Krishtit në mes të besimtarëve. Ai nuk është udhëheqës sipas logjikës së botës, por bari që jep jetën për delet e tij.
Kjo është masa që do të udhëheqë çdo haptimin, të mos kërkoj lavdinë e kësaj bote, por lavdinë e Krishtit, të mos kërkoj të më shërbejnë, por të shërbej, të mos qëndrojnë mbi të tjerët, por në mes të tyre, si njëri prej tyre. Për të gjitha këto në këtë moment zemra ime mbushet me përullësi, sepse e di se ky vend që po më besohet sot nuk është i imi, por i Zotit dhe i popullit të tij. Lavdëroj Trininë e Shenjtë, Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, që në çdo kohë i ka dhënë jetës sime drejtim dhe kuptim. Nuk është e mundur për asnjë njeri të mbaj barën e episkopit pa hirin e Perëndis. Pa të njeriu është i dobët, me të dobësia shndërrohet në forcë, frika në guxim, kufizimi në mundësi, sepse hiri im në dobësi plotësohet, i thot Zoti Pavlit, dhe fjala e tij, kur jam i dobët, atëherë jam i fortë, është për mua jo thjesht një varg i shenjtë, por përvoja e gjallë e kësaj ore. Me emocion të thellë, shpreh mirënjohjen time ndaj fortlumturisë së tij kryepiskopit Joan, të cilin Perëndia e zgjodhi për të qenë vazhduesi i veprës së paraardhësit të tij të ndjerë, ringritësi të madh të Kishës së Shqipërisë, kryepiskopit të paharuar Anastas. Ai, themeluesi i një epoke të re për Kishën tonë, e ngriti atë nga hiri i shkatërimit të ateizmit, me vizion, me vetmohim, me dashuri dhe me zell të pakufishëm, ndërtoi kishat, hapi shkolla, frymëzoi breza klerikësh dhe besimtarësh, krijoi shpresë dhe mbi të gjitha vendosi themelet e ringritjes kanonike të Kishës sonë, duke e çuar drejt krijimit të sinodit të shenjtë, si shprehje e plotësisë së autoqefalisë së saj. Të gjithë ne jemi dëshmitar të sa më sipër përmenda, ju nga të parët fortlumturi, dhe unë më i fundit ndër vëllezërit, i fundit deri në fund, dhe Perëndia më dënjësoi të përjetoj të fundit momente të jetës së tij tokësore. Ajo përvojë dhe këshillat e tij të vyera do të mbeten të pashlyera në shpirtin tim. Sot fortlumturi, ju e vijoni këtë vepër me vizion, me dashuri dhe me sakrificë për Kishën. Ju siguroj se do të jem bashkëpunëtor dhe kirineas në këtë vepër, duke mbajtur sa të mundem kryqin e Kishës sonë. Dhe besoj se jo vetëm unë, por edhe të gjithë vëllezërit peshkop të pranishëm këtu, që së bashku përbëjmë sinodin e shenjtë të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, të cilët me respekt, për ulësi dhe dashuri, gjithashtu i falenderoj për besimin e shprehur ndaj meje dhe propozimit tuaj nëpërmjet votës së tyre të çmuar. Kemi të njëjtin qëllim, të bashkëpunojmë, të bashkëveprojmë dhe të mbajmë së bashku kryqin e Krishtit, që Kisha jonë të ndriçojë gjithmonë si dritë e së vërtetës dhe e shpresës. E vijoni veprën e paraardhësit tuaj, pasi shkëlqyhet në drejtimin për më shumë se 27 vjet të kësaj mitropolie të shenjtë. U përkushtuat, u sakrifikuat dhe u bët ati dashur për besimtarët klerik e laik, dhe u bët mik dhe një person i dashur edhe për të gjithë popullin. E dorëzoni këtë mitropoli sot, të lartësuar, të stolisur, të bashkuar, një grigje, një bari. Kjo është arritja më e madhe, që të jenë një, si kundër ne jemi një. Mitropolia e shenjtë e Korçës ka një vend të nderuar në historinë e Kishës sonë. Korça është e quajtur shpesh qyteti i dritës dhe kulturës. Këtu u hapën shkolla, këtu u formuan breza të tërë intelektualësh, këtu u lidh kultura me besimin dhe arsimi me shpirtin. Kishat e saj, manastiret e saj, ikonat dhe këngët e saj flasin edhe sot për një trashëgimi të pasur shpirtërore. Ky vend dha martirë si Shën Jakovi dhe Shën Nikodimi, që i dhanë kurajo dhe shembull popullit gjatë periudhës së pushtimit osman. Dha njerëz të thjeshtë që e mbajtën gjallë besën, dha burra dhe gra që nuk ju nënshtruan errësirës së ateizmit. Dhe kjo është lavdia e tij më e madhe, jo ndërtesat e mëdha, jo emrat e famshëm, por shpirtrat e heshtur që ruajtën zjarrin e besës kur të gjitha dritat e tjera u shuan.
unë ndjej se hy sot në një trashëgimni të shenjtë. Vi nga Vlora e Shën Eleftherit, Shën Anthis, Shën Danaksit, Shën Nilit dhe Shën Romilit, ku Perëndia më dënjësoi të jetoj me njerëz të virtytit dhe lutjes, sakrificës dhe altruizmit, për të cilët unë nuk isha i denj, por tani jam shumë i njohës. Kozmai i Apollonis, ura lidhse e këtyre dy qyteteve gjatë kohës së përndjekjes komuniste, dhe Ignati i Beratit. E rrugës për këtu, rrugë të cilën e përshkrova pa e ditur për ku Perëndia më kishte nisur, jetova me dy kryepiskopët e kishës sonë, të madhin Anastasin e Shqipërisë dhe të urtin Imzot Joanin. Pra mos më prisni si të huaj, por si të njohur në Krishtin dhe në këta etër të shenjtë që përmenda. Nuk jam këtu për të filluar nga e para, por për të vazhduar një histori që ka rënjë të thella. Jam këtu për të shkruar një kapitull të ri në librin e gjatë të besimit dhe të dashurisë, që kjo mitropoli ka shkruar në shekuj. Sot sfidat janë të tjera. Nuk kemi përndjekje të hapura, por forma të fshehta të tyre. Shpërthillje, relativizëm, materializëm. Njeriu shpesh është i humbur me shumë zërash dhe me shumë tundimesh. Të rinj të shpesh nuk gjejnë kuptim në jetën e përditshme. Këtu hyn misioni i kishës, të jetë dritë dhe të jetë rrugë. Detyra jonë nuk është të dënojmë, por të ndriçojmë, jo të përjashtojmë, por të përqafojmë, jo të gjykojmë, por të udhëheqim. Kisha duhet të jetë si një spital shpirtëror ku të gjithë gjejnë shërim, si një shtëpi ku të gjithë të gjejnë ngrohtësi dhe si një shkollë ku të gjithë të mësojnë të vërtetën. Popull besimir dhe i dashur i mitropolisë së Korçës, ju siguroj se nuk vi mes jush si i huaj, por si vëlla. Dëshira ime është që bashkë të njihemi më thellë. Kjo njohje nuk është një kuriozitet njerëzor, ajo është një thirrje shpirtërore që kthehet në marrëdhënie, marrëdhënie që kthehet në bashkëtesë dhe bashkëtesa në përjetim të Krishtit. Pa Krishtin çdo marrëdhënie është e brisht, çdo bashkim është i përkohshëm, çdo vllazëri është e pamjaftueshme. Me Krishtin edhe i panjohur i bëhet vëlla, edhe i largët i bëhet i afërt, edhe i huaj bëhet pjesë e trupit të njëjtë. Apostull Pavli na kujton, sepse ne të gjithë u pagëzuam në të njëjtën frynë për të qenë një trup. Në këtë trup që është kisha nuk ka ndarje, por një unitet të thellë që buron nga kryet e saj, Krishti. Shën Joan Gojarti thot se kisha është bashkësi, dashurie dhe shpëtimi, ku askush nuk jeton për veten, por për tjetrin, sepse të gjithë jetojmë për Krishtin. Kjo do të thotë se unë si bari i ri mes jush, nuk mund t'ju njoh vërtet, nëse nuk ju shoh të bashkuar me Krishtin, dhe ju nuk mund të më njihni mua për te i emrit dhe figurës, nëse nuk e shihni në mua shërbesën e Krishtit. Pra njohja jonë duhet të ndodhë jo në një nivel njerëzor, por në përvojën e përbashkët të fjalës dhe të mistereve të shenjta, aty në kungimin e shenjtë, aty ku Krishti bëhet buka e jetës sonë, ne njohim njëri tjetrin jo si individ të ndarë, po si antar të një trupi të vetëm, të një familjeje të shenjtë. Etër të dashur, bashkëpunëtorët e mi më të afërt në vreshtin e Zotit, ju jeni zëri i përditshëm i kishës. Prania juaj e gjallë në çdo lagje, në çdo fshat e në çdo shtëpi. Përmes jush fjala e Ungjillit predikohet, misteret kryhen dhe populli i Perëndisë ushqehet me hirin e shenjtë. Ju jeni duart me të cilat Krishti bekon, buzëqeshja me të cilën kisha ngushëllon dhe zemra me të cilën bariu i mirë i mbledh delet e tij. Pa ju çdo fjalë imja do të ishte pa jehon, çdo përpjekje pa frut. Ju jam mirënjohës për gjithçka keni bërë deri më sot, shpesh në kushte të vështira dhe me sakrifica të heshtura. Unë ju premtoj se do të jem gjithmonë pranë jush me dashuri, me respekt dhe me lutje, sepse peshkopi mbi të gjitha është vëlla dhe shërbëtor mes shërbëtorëve. Nuk jemi thjesht bashkëpunëtor, por bashkëvëllezër në Krishtin, të lidhur nga një përgjegjësi e madhe
dhe nga një dashuri që buron nga e njëjta frymë e shenjtë. Katekist të dashur të mitropolisë son, mësues të fjalës së jetës dhe shpërndarës të mesazhit të Ungjillit, ju jeni ura midis kishës dhe brezave të rinj, zëri që depërton ndërgjegjen e fëmijëve, të rinjve dhe familjeve. Përmes jush Ungjilli hyn në çdo shtëpi dhe në çdo zemër, duke ndriçuar mendjet dhe duke formuar jetë të reja në Krishtin. Një shprehje e njohur thotë se të mësosh është një art më i madh se sa të sundosh. Dhe ai që mëson Ungjillin vendos themele për përjetësinë. Ky është misioni juaj i shenjtë. Shprehni njohjen time për të gjithë ata që me përkushtim dhe dashuri mbajnë gjallë jetën e kishës në këtë mitropoli, antarët e këshillave kishtar dhe epitropët, që kujdesen për çdo nevojë të shenjtërores, ata që vullnetarisht japin kontributin e tyre, që me gëzim e zell i japin jetë çdo veprimtari e kishtare, gratë e përkushtuara që shërbejnë në mencën tonë dhe jo vetëm, duke bërë të pranishëm Krishtin tek më të vegjëlit e tij, sepse atë që ja bët njërit prej këtyre më të vegjëlve, mua ma keni bërë, thot Zoti. Ju të gjithë, me punën tuaj të përditshme, të heshtur e të palodhur, jeni dora dhe zemra e kishës sonë, jeni dëshmia e gjallë, se besimi nuk është vetëm fjalë, por shndërrohet në dashuri konkrete, në shërbim të vëllezërve dhe motrave. Të dashur bashkëpunëtor me Krishtin, detyra jone e përbashkët është ungjillëzimi i popullit të Perëndisë. Ky është qëllimi i shërbesës sonë, përhapja e lajmit të mirë, e lajmit të vetëm që jep kuptim dhe shpresë të vërtetë. Jesu Krishti i kryqëzuar dhe i ngjallur, nuk ka tjetër shpresë për njeriu përveç Krishtit. Nuk ka tjetër dritë që ndriçon botën përveç ungjillit të tij. Siç thot apostulli i kombëve, ne predikojmë Krishtin të kryqëzuar, fuqinë e Perëndisë dhe urtësinë e Perëndisë. Ky është tesari që na është besuar dhe që duhet të shpërndahet, jo të ruhet i fshehur, sepse ungjilli nuk është një e vërtetë e mbyllur nëpër libra, por një jetë që kërkon të ndahet. Dhe Shën Johan Gojarti na kujton se nëse jeta jo nuk është e denjë për mësimin ton, atëherë fjalët tona bien në tokë të thatë. Prandaj të gjithë ne jemi thirrur të bëhemi jo thjesht përçues të një mesazhi, por dëshmitar të gjallë të tij. E lut Zotin që misioni dhe puna jone përbashkët të jetë si fara e vogël, që duke rënë në tokë të mirë jep fryp të bollshëm, 30, 60 dhe 100 fish, dhe kjo frym të mos shuhet kurrë, por të rritet për herë, dhe Korça jone e bekuar të jetë një qytet i ndriçuar nga drita e ungjillit, një qytet i dashurisë, i shpresës dhe i bashkimit në Krishtin. Në këtë moment të shenjtë, dua t'u drejtohem posaçërisht juve, të rinjve, të cilët jeni shpresa dhe gëzimi i kishës. Nuk jeni thjesht e ardhmja e saj, po jeni dhe e tashmja e saj e gjallë. Pa ju kisha nuk mund të jetë e plotë, sepse ju sillni freskinë, guximin dhe ëndrat që e bëjnë kishën të rinovohet vazhdimisht në frymën e shenjtë. Juftoj të mos e shihni kishën si një institucion të largët, të ftohtë apo të huaj, por si shtëpinë tuaj. Është vendi ku gjeni miqësi të pastër, ku gjeni kuptim, ku ndjeni se jeni të pranuar dhe të dashur. Kisha është trupi i gjallë i Krishtit dhe secili prej jush ka një vend unik në të, një dhuratë, një thirrje të veçantë që askush tjetër nuk mund ta zëvendësojë. Shpesh të rinjt kërkojnë identitet në gjëra që shuhen shpejt, në modë që ndryshon, në teknologji që vjetërohet dhe në kënaqësi të çashtit që lën zbrazti. Por identiteti i vërtet gjendet te Krishti, sepse vetëm ai është dje, sot e përgjithmonë i njëjti. Ai ju njeh me emër, ai ju do pa kushte, ai ju thërret të jeni drita e botës dhe kripa e tokës. Mos e gjykoni kishën për çdo dobësi njerëzore apo gabim të dikujt që është pjesë e saj, sepse kisha nuk është bashkësie të përsosurve, por bashkësia e atyre që ecin drejt përsosjes në Krishtin. Ajo është spitali shpirtëror, ku çdo plagë shërohet dhe askush nuk hyn në të pa ndjerë nevojën për mëshirën dhe hirin e Perëndisë. Siç thot apostull Pavli,
Ne I mbajmë këto thesare brenda vetes son si në enë balte, që të duket qartë se kjo fuqi madhështore vjen prej Perëndis e jo prej nesh. Edhe unë si bari mes jush dua të eci me ju, të ndaj ëndrat dhe shqetësimet tuaja, të dëgjoj zërin tuaj dhe të mbështes përpjekjet tuaja. Kisha është shtëpia juaj, vendi ku të gjithë mund të rritemi në dashuri, në besim dhe në shpresë. Le të ndërtojmë së bashku një komunitet që ka Krishtin në qendër, sepse vetëm në të gjejmë kuptimin e jetës dhe lumturinë e vërtet. Dua të nderoj sot me respekt autoritetet e vendit dhe çdo shërbyes publik që mban mbi supe përgjegjësinë e rëndë për të mirën e përbashkët. Kisha dhe pushteti toksor nuk janë kundërshtar, por janë dy shërbesa që megjithse të ndryshme në natyrë, I shërbejnë të njëjtit popull. Secili prej tyre ka rolin e vet. Shteti është thirrur të ruajë drejtësinë, paqen dhe rendin e shoqërisë, të krijojë kushtet që çdo qytetar të jetojë me dinjitet dhe siguri. Kisha është thirrur të udhëheqë shpirtin drejt së vërtetës, të mbush jetën me kuptim dhe të ushqejë dashurinë që vjen nga Krishti. Kisha nuk kërkon pushtet toksor, sepse fuqia e saj buron nga kryqi I Krishtit dhe nga ungjilli që ringjall zemrat. Nuk kërkon pasuri, sepse thesari I saj është dashuria e Zotit që nuk mbaron kurrë. Ajo është thirrur të dëshmojë të vërtetën, të jap shpresë dhe të kujdeset për shpirtin e njeriu. Dhe kur këto dy forca bashkëpunojnë, populli gjen jo vetëm paqen e jashtme, por edhe qetësinë e brendshme, jo vetëm drejtësinë ligjore, por edhe drejtësinë e ndërgjegjes. Së bashku mund të mbështesim arsimin, duke e pajisur rinin jo vetëm me dije, por edhe me vlera, të kujdesemi për të varfrit dhe të braktisurit, duke qenë pranë atyre që vuajnë, të ngrem ura solidariteti dhe mirëkuptimi midis njerëzve, sepse I njëjti popull që I është besuar kishës, I është besuar dhe shtetit, dhe secili prej nesh sipas dhuratës që ka marrë prej Zotit, është thirrur të shërbejë Atij. Le të ecim pra së bashku, kisha dhe pushteti toksor, të bashkuar në dashuri për popullin ton, duke qenë shërbëtor të së mirës, dëshmitar të së vërtetës dhe mbjellës së paqes. Dhe tani dëshiroj të drejtohem miqve, bashkëpunëtorëve dhe të ftuarve të ardhur nga e gjithë Shqipëria, por edhe mëtej nga mitropolit fqinje të Kishës së Greqisë, kryepriftërinë të shenjtë, klerik dhe laik të respektuar. Sot zemra ime është mbushur plot me mirënjohje për secilin prej jush, që ka marrë mundimin të udhtoj nga larg për të qenë pranë nesh në këtë ditë historike. Prania juaj nuk është thjesht një gest formal, por një shenjë dashurie, respekti dhe bashkë pjesëmarrjeje shpirtërore. Çdo hap që keni bërë për të ardhur këtu, çdo lodhje udhëtimi, çdo orë e kaluar për të mbërritur në këtë qytet të bekuar, është për mua dhe për këtë mitropoli një dhuratë e çmuar që do të mbetet në kujtesën tonë. Kjo ditë nuk I përket vetëm një personi, as një qyteti apo një kishe vendore. Kjo është një ditë e gëzimit të përbashkët që na bashkon në një trup e në një frym, ashtu siç apostulli na kujton se jemi një trup në Krishtin dhe pse shumë gjymtyr. Prania juaj është një dëshmi e gjallë e unitetit të kishës, e dashurisë që ka përcen kufit gjeografik dhe gjuhësor, dhe e thirrjes së përjetshme që të jemi një zemër e një shpirt në shërbim të ungjillit. Lutem që gëzimi I kësaj dite të mbetet në zemrat tona dhe të bëhet frymëzim për rrugëtimin ton të përbashkët drejt dritës së Krishtit, I cili është udha e vërteta dhe jeta. Fort lumturi, vëllezër të shenjtë kryepriftërinj, të nderuar miqe të ftuar, vëllezër dhe motra me Krishtin. Në këtë ditë të shenjtë, zemra ime ngrihet në lutje dhe falënderim, duke kujtuar fjalët e apostullit Pavlit, të gjitha I kam të mundura me anë të Krishtit që më jep forcë. Me këtë besim, ja dorëzoj jetën dhe shërbesën time Zotit dhe lë veten në duart e Tij të shenjta. Ju lutem, mbështeteni me lutjet tuaja këtë shërbim timin të ri, sepse pa lutjet e popullit të Perëndisë, çdo peshkop është I dobët. Ju ftoj të gjithëve si një trup I gjallë dhe bashkësi e dashurisë, që së bashku të ecim në këtë udhë të bekuar,
të bëhemi një zemër dhe një shpirt në Krishtin, duke e kthyer çdo ditë jetës sonë në një ofertë të dashurie, shërbimi dhe falënderimi. Dhe e mbyll me fjalët gjithashtu të apostull Pavlit, atij që ka fuqi të forcoj, të vetmit Perëndi të urtë, përmes Jezu Krishtit, i qoftë lavdia në shekuj të shekujve. Hiri i Zotit ton Jezu Krisht, dhe dashuria e Perëndisë dhe Atit, dhe pjesëmarrja e Shpirtit të Shenjtë, qoftë me të gjithë ju. Amin. Kryepiskop dhe fort të Kirës, mit e Perëndisë gjedhurit mitropolit, të mitropolisë së fort të shenjtë të Tiranës, Durrësit e gjithë Shqipërisë, të lartit e eksarkut të Ilirisë, të etit perëndimit e gjithë Shqipërisë, atit e kryebariu tonë, të shumta i qofshin vjetë. Me oratat e kryezotit të të shenjtë, o Zotin Jezu Krisht, përndej mëshirona dhe shpëtona.
Ishte një emocion i papar, kur gjithë thrisnin i denjë. Shpresoj dhe lus tek Perëndia që i tillë të jetë misioni i tij deri në fund. Të jetë një bari mirë për të gjithë ne. Ju falemnderit. Urojmë mitropolitin e ri të Korçës, mirë se erdhi në kryeqytetin e Ortodoksisë dhe në këtë qytet që ka një traditë shumë vjeçare dhe shekullore. Punë të mbar baritore në grigjën e Perëndisë me dashuri dhe përkushtim të madh. Ka për krajin e gjithë besimtarëve. Jemi nga Enoria e Pogradecit, rinia e Pogradecit dhe sot morëm pjesë në shërbesën e frymëzimit të Imzot Anastasit. Shpresojmë që të bëjë një punë të denjë për këtë mitropoli dhe i denjë. Këtë shëndet që të na udhëheqë neve ortodokse të rrethit të Korçës. Është i mirë pritur edhe në Oqish, pasi Oqishi është ka shumë fetarë, ka nën të kisha. Punë të mbarë, gëzuar, i denjë. Është njëri i shkëlqyer. Ne kemi ardhur nga Berati për t'i uruar atij mirëseardhje në këtë qytet. Nga zemra uroj mitropolitin e Korçës punë të mbarë, Zoti i dhënë shëndet, gëzim dhe dashuri dhe qoftë për herë i denjë për të drejtuar grigjen që i ka besuar kisha. I denjë. Me dy zgjedhjet që bëri sinodi i kishës son ortodokse dhe me frymëzimin e dy mitropolitëve të ri, atij të Gjirokastrës, hirësisë së tij Nathanailit dhe sot mitropolitit të ri të Korçës, hirësisë së tij Anastasit, kisha ortodokse kaloi me sukses edhe këtë periudhë tranzicioni. Për Media Ngjallja, nga Korça, Djakon Aleksandër Dimroçi.